Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Jemi të ndëruar sonte që gjendemi në këtë zonën e juj, prej Prizrenit, 400 km afër, 350 km kalu. Me bartur një emanet. Ai emanet ka qenë iftar nga vllezërit e juj në Kosova, me ushtruar një iftar vllazërive tonë nga kjo zona ku jemi na. Për momentin, zonë, Cakran, Reshta, Buzmat, e kështu më radhë. Ndihem krenar normal që na është përgjigjur Fredi Kroçari, kryetari komunës Cakran, me këtë iftar tonë vllazëror të përbashkët. O vllazërit e mi, Ramazani këto veçori ka, i bashkon besimtarët në një iftar. Prandaj, unë s'kam shumë fjalë me thanë, vetëm e vetëm. Na jemi musliman, e ndjekim rrugën e Allahut, sipas Kur'anit dhe sipas thënies profetike, të cilës na i them në gjuhën teologjike, sunneti profetik. Iftari ka karakteristikë shumë interesante, nga se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar thonë, tua japish një iftar dikujt që agjeron, e ke sevapin si kur edhe ti me kënë pjesë agjerus. Edhe na bëjmë dua të gjitha ata të cilët deshen me na nderua me këtë iftar këtu sonte, Allahu va shtoft bereqetin. Kurse juve, ju thras pa hezitim, agjeroni Ramazanin, falni namazin, jeni në Ramazan muin më të bekuar, pastroni shtëpijat e juja nga alkoholi, der në alkoholin, hudhën e mos e pini, edhe hudhën e gjune, se na musliman e kemi haram në alkoholin edhe mishin e derit. Falni namazin, agjeroni Ramazanin. Në këtë muj, ky muj është edhe muj i sadakas, i lëmoshës. Jep një sadaka, keni në familjet e juja nevojtar, keni në fshatrat e juja nevojtar, mos e leni ata me huajt, me hek keq për gojën e bukës. Respektoni babenon, respektoni babenon. Nderoni familjet e juja, burri gruan, gruaja burrin. Edukoni fëmijët e juj, mos i lini me u marr rruga, celulari dhe shkollat të mbrapshta apo edukimet të mbrapshta. Këtë kulturë që kemi trashëguar na prej prindve tanë, me namaz, me zekat, me agjerim, nuk ka qenë i gabuar. Neve na çorientoi komunizmi, por na më duket se u shkundëm pak edhe rar nga ne ajo diktaturë e fliqur, tash e duam pra fenë që kemi pas, fenë të parëve tonë islamin, fenë islame, edhe ato jo çfarë do feje, po vetëm sipas Kur'anit famlar dhe sipas veprimtarisë profetike të Muhamedit alayhi salatu wassalam, jo të njerëzve të cilën propagandon gjithkush, baba filan, baba fallan, baba filan, baba fallan, ata janë në shoqërinë tonë mashtrues të popullit për marrë deri te komercializmi dhe dëshirat e tyre. Të nderuar vllazër, alkoholi ka qenë gjithmonë pije keqe. Edhe duhani janë pije keqe, edhe droga janë pije keqe. Ti keni parasysh, une kur kam qenë në klasën e parë fillore, kam lexuar Vjershën në 64-ën, unë jam 58, 64-ën kam lexuar Vjershën e parë në abetaren tonë për pianecin. Afër bregut të një lumi, ku kalon të uj shumë, pim të këndon të një njeri, pianecin e gosti. Ah, raki, raki, a pikrat dhe ra për mbi, ra në lumë, derin fyt dhe në qef trakis, dreqi u mbyt. Ju përshdruin tabelat, mos gra makines duke qenë i dehur. Jo, mos e de vetin, o burr, o musliman. Alkoholi neve në bën, qka s'na bën, amo, është një pija haram.
haram, bie e ndaluar në fen tonë. Andaj o vëllezërit e mi, pleqet ri, ma të vjetër dhe ma të ri, se unë që ju kam disa si e vlap, ktheni rrugës Allahut kjo Ramazan, shkoni në Bajram të falni namazin e Bajramit, cakrani u bo me gjami, mashallah të barek Allah, vreshtat si u bo me gjami, Gërishova jenë në kërkime si për inshallah u ta'ala, fratarit e poshtë, Malakastra, ju kushini Malakastrit, Malakastra ka pas 55 gjami, as një se lanë. Leni burg, leni bani magazina, pse po i prish? Ama ja, mlefi madh, kundër fjales, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Ju dhe ju bëftë mirë kjo dakë. Aty në atje ju shtovë bereqeti. Edhe ju banu kretë në familjarët e juj, sadaka dhanës. Doj gruës, plakës, gjithë një tenxhere pilav, një tenxhere shish kebab, që thoni ju këtu, gulash në i thëmë atje, thyri akrabat, vlazit, halën, tezën, gjagjajin, e hani bashkë të vlazromi dhe sofrave, se u bëm grek, u bëm italian, u bëm belg, u bëm angles, u bëm faqe e zez. Ngoni mira, në një prej zonave që nuk duhet ju japë njoftim për atë zonë, kam bo një gjami për 7-8 viteve. Kanë dalë zonësat e shkollës me mprit mua, sepse edhe u bori në shkollës edhe salën sportive, ja kemi marru e na Kosovarët. Unë jam jo humanist, unë jam postar. E bari postën, e ndihmoj popullin tim në Shqipëri, kaq. Do më thonë unë, s'kam lek kur për me kënë humanist. Humanist është ai që jep, ka dhe jep. E ti hoq, unë jem postar, bari. Edhe shkova, boma të shkollë, mashallah për marak, drejtori shkollës nga respekti, i nëzori gjithë nëzonsat, me najtë reshtë si ushtria për komandantin, edhe me më përshëndet mua. I mora në pyetje me emrin si e kije. As njën nuk e pas Shqip, as agim, as shpres, as vjolt, as lule, as muslimon hiq, e qka grek, italian, emnat dhe grek. Tash anë Itali, të marrë në Greqi unë e mërbusë. Nëse e kjet në veritur emrin Muhammed, që e barë 2 milion, lajka Muhammedi i kanë ditë. 2 miliard, më falni, 2 miliard populli musliman. Pse kjeti këtë emën Idi? E qka? Leonardo, Ronaldo, Gardando, Fartando, Pertini, Martini, Cartini, Albini. Që janë më kjo qërëditje? Kë janë stërgjysh dhe gjysh të ju me emna? Kur i pyta në zonësat e shkollës 120 kanë qenë, hajde kush e din, la ilaha illallah me thonë 50 euro. As njën nuk e din ti. Vllazrit e mi, mos jalini fajet as kuj, fajet i kini vetë. Ne adim që i faji janë jetim, po as kush në burg nuk e qonë. E len jetim që është. E ke pate njëherë fajin me nga mas fajt me akuzo me qënë burg, kërkush të qënë burg. A më fajt se cili e kanë në dveti. Kontribonin rrugën e Allahut të gjithë. Për në vind ditët që 10 ditë, 12 shkuar të Ramazanit, prej tash fillo a gjero, holla jem. Ti muslimani jem, fillo a gjero. Fillo jep iftare, shkot iftare, thiri në iftare. Rikthene jetën, rikthene harmonin, jehanën e dinit islam për sërije. Ajo ka humbër për cjellën tonë si ka hije, ama po duket që ka vetë fundit, i tredhe populli shqiptar, po më duket mua se ka interesim më u kryu ka rruga Allahut, inshallah. Një prej atyne që e sonte, edhe 2 fjallë për i kërkoj prej këti vllaut, edhe pse nuk i kam thonë kam e shti me folë, por është nga zonat e Durrësit, i diplomuar në Medinë, e unë e mora prej e shëqërova marrë me mua sonte me Hamër Filiktar deri këtu, Servet Islami. I duam një përshëndetje të shkurtër, kurse prej me ju përshëndesh të gjithëve. Selamu alaikum wa rahmatullah. Miru papshim, vende edhe më të mira se këtu. Ha? Allah e të dhe të dhe.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Filloj me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm mëshirbërësit, që na e bëri të mundur të mblidhemi sonte në këtë vend, në këtë zonë, nga Hoxha i Madh Mazlum Mazlami. Hoxha i Madh Mazlum Mazlami apo unë personalisht është hera e parë që vi këtu dhe nuk na ka bashkuar asnjë gjë tjetër, përveç se çfarë na ka bashkuar feja islame. Në ka bashkuar kjo bukë, ky iftar që po hamë. Pra, agjërimi është mirësi vete, është vllazëri, është afrimitet. Duhet që të vllazërohemi me njëri tjetrin. Elhamdulillah, në kohën e komunizmit, domethënë janë prishur shumë xhamia, porse, domethënë Enveri ndërtoi dhe ato uzinat e veta e tjera, sepse mendonte se jetonin gjithmonë. Por se tani edhe Enveri nga hik, edhe uzinat e aty janë prish nga vetë populli jonë që e mira e që mos ishin prishur, ti ishin përdorë, po janë prishur, ndoshta kjo është një dënim nga Zoti, sepse kjo tregon sepse njeriu nuk është i përhershëm në tokë. Andaj ne duhet çfarë të punojmë për hir të Zotit, do të punojmë vepra që na i ka urdhëruar Zoti i gjithësisë. Që na i ka urdhëruar Zoti që ka krijuar gjithçka, qiellin, tokën, anën, diellin, ushqimin që na furnizon e tjerë. Pra, njeriu duhet punojë pikë së pari dhe duhet di pse ka ardhur në tokë, për çfarë kemi ardhur në tokë, të ham, të pim, të shurmohemi dhe të vdesim. Jo, gjë kryesore që kemi ardhur në tokë çfarë është? Jo, kush na ka krijuar neve, kush na ka krijuar qiellin, anën, diellin dhe çdo gjë. Kjo është gjëja kryesore që duhet të ketë çdo njeri dhe duhet njohë çdo njeri. Sepse nëse njeriu nuk e ka këtë gjë, edhe nëse është president, edhe nëse është kryeminist, nëse çfarë tjetër ai, edhe presidenti i Amerikës, nëse nuk e ka besimin dhe nuk e njeh krijuesin e gjithësisë që është Allahu, çfarë nuk i vlen, çfarë do të punët këtë punë këtë botë. Nëse nuk e ka njohur Zotin, nëse nuk i është bindur Zotit, nëse nuk e ka adhuruar atë çfarë nuk i vlen punët në këtë botë. Andaj që mos zgjatemi shumë sepse kemi parasysh që nuk bëhet fare. Lutim Zotin që na orientoj tek e vërteta. Xhamia dhe alhamdulillah, edhe hoxhën që po e bën se prap që kërkon xhamia treja, i keni afër fshatit, mundohuni t'i vizitoni shpesh herë, nëse keni ndonjë gjë të paqartë për fen islame madhështore, sepse edhe ne nuk kemi shumë dije, çdo gjë që na intereson apo duhet ta njohim, çfarë duhet pyesim, çfarë thot Zoti, pyesi ato që din. Nëse nuk e vlerëdikën në të mlatale, nëse nuk di, pyesi ato që din. Ne duke kemi më afër hoxhën e fshatit, shkojmë pyesim hoxhën, çfarë do të bëjmë, si do të veprojmë. Kur na vdes një afër, çfarë gjëre e gjem hoxhën më të për të vërosur. Por para vdekjes çfarë duhet një herë për vetë të punojmë. Allahu na shpërblet, Allahu ju nderoj, nuk të zgjallem shumë. Allahu ju pranon dhe punët e mia. Allah e nderoj, hoxhën e ardhur nga Medina, e kërkojmë edhe një fjalë përshëndetje nga kryetari i komunës Ferdi Kërçari. Ju falenderoj në radhë parë falenderoj për ftesën. Ju falenderoj për ftesën që keni bërë sot të iftar, të shtruar nga vlezër të pamë. Si përdo gjë Bataria, Në të iftar të shtruar nga vlezërit tanë prej Kosovë, normalisht duar të falenderoj dhe hoxh Mazlamin, i cili me të përpjekje titanike që bën për të përhapur fjalën e Zotit edhe këtu në Cakra, unë besoj se besimi në Zot na bën mirë. Besimi në Zot na bën njerëz më të mirë, na bën një familje më të mirë, na bën një shoqëri më të mirë. Ndaj përfitoj që të uroj çdo besimtar gëzuar muajin e madhërisëm të Ramazanit dhe Zoti ua pranoft agjërimin e